që ma kujtove. Unë nuk kam bërë presion ndaj deputetëve tonë. Deputetët tonë më thojnë në deklarimet tona që ata janë unik rreth vendimeve të partisë, kjo është qëndrimi i tyre. Nuk di ta ndali dikon të thonë mos shko andej ose në ki bindje që do me tradhtu votën e antarësisë sonë, shko andej në rregull është. Nuk besoj që do ndodhë një gjë të tillë. Nuk beson. Nuk kam indikacione për një gjë të tillë. Ajo çka duket e papranueshme është kjo insistimi tani në procedura, domethënë në procedura për votim të fshehtë. Ne kemi pas një mbledhje me deputetë dhe me kryesi. Po. Edhe natë mbledhje normal kemi pas për këtyre deputetëve që po flitin më shumë ka pas një farë kërkese që a ka mundësi që vota jonë të bëhet publike. Sepse po shku në kuti, kretë kanë me thonë ju keni me votu për. Edhe ne si parti kemi marrë vendim, dhe tash po them edhe këtu për herë të parë. Në qoftë se tash vendimi i gjykatës kushtetuese është në trajtim e sipër, është në lenë të them që shumë fatkeqësi që po zgjat shumë. Por në thelb s'do ndryshoj asgjë, sepse ai nuk e ndryshon vullneti politik tëndin se si voton. Deputetët janë të lirë të votojnë siç janë të lirë qytetarët. Nuk ka vendim gjykate që thotë ti dush me votu mu. Nuk ka asnjë vendim kur gjën demokraci në botë përveç diktatit. Po veç mundet servez zonja Kabashi, deputetja juaj, me shku me vendos votën pro. Po tani po du me thënë kështu që deputetët e LDK-s gjithë, përfshirë dhe zonja, kanë kërkuar që vota kur do që vendoset, nëse gjykata kushtetuese thotë që partia e parë, në fakt kryesuesi që është më i vjetri, nuk ka drejt me ndryshu mënyrën e votimit gjatë procesit të votimit, kthehemi prapë të vjetrës, prapë një kandidat bjen rrëzohet. Që është thelbi i problemit, pra kandidati është thelbi i problemit, ose shumica, që unë LDK mendoj që shumica, jo patjetër emri, ne s'kemi problem me emër specifik, ne kemi problem me konceptin që s'ka shumicë, partit tjera kanë. Good luck to them. Po ajo çka do të bëjmë ne, nëse gjykata kushtetuese thotë, jo, ke drejt me ndrru vendimin, dhe ne dëshirojmë ta respektojmë vendimin, që e respektojmë, ose thotë ai ki drejt, ne mund pra votojmë kundër, se dhe vota kundër është votë e lirë. Gjykata s'thot ti voto për ose kundër. Përveç këta që thonë hekeni mandatin deputetëve se s'po kanë drejt me votu, po nëse disi vendosen me votu, normal, tash po ju them që deputetët tonë kanë me dalë, me marr letrën aty te tavolina që bëhet ai komisioni, me plotsu kundër, me kallzu te kamera nalt, edhe me vendos kuti të votimin 20 vota kundër. Po për LDK-s mos pritni që ka s'dron asgjë në thelb. Nuk dron asgjë, vota është e hapur dhe nuk ka asnjë presion. Po veç është kjo më pas thyrje vendimit gjykatës që po thotë me votu fshet. Jo, ne kemi votu për presidentin kështu. Jo sa Osmani kur u zgjedh, edhe kë ai ka marrë fletat i ka dërguar në kuti. Siç e ka marrë ftesën, vletën e ka dërguar në kuti. Parashihet. Parashihet. Po për të me fletës do të thonë shumë kabinë me mush. Po ti mund të bësh një drejta me qenë shef. Ose drejt që ti ekzon si ti ekzon, po do të thonë që ekzekuton. Ti do me publiku votën kur është Ti e merr fletën edhe vendos pranë ku ti thuon që ç'është do me votu dhe mos ma keq përdor, sepse në teorinë konspirative alla kosovarçe flitet që ka dhe deputet të listës serbe që do të votonin në qeveri të tillë. Le të votojnë me ta bashkë. Po mos e vendosin votën e tyre në faturë të LDK-s. E kjo s'pan mendot. Pa prapë jemi një